Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë konferencës në samitin e NATO-s ka folur edhe për veriun e Kosovës, ku janë të stacionuara forca të KFOR-it, të kryesuara nga komandanti turk. Në përgjigjen e tij për gazetarin kosovar Ural Boshnjaku, Erdogan tha se përderisa KFOR-i turk gjendet aty, ai shpreson, duke përdorur edhe shprehjen inshallah, se nuk do të ketë asnjë problem. KFOR-i i Turqisë ndodhet në atë zonë, pse ndodhet aty? Për paqe, për qetësi, dhe derisa KFOR-i turk gjendet aty, shpresoj që aty nuk mundet dhe nuk do të ketë asnjë problem, tha Erdogan nga samiti i NATO-s në Hag. Sa kaq, forcat paqëruese të KFOR-it në Kosovë janë në komandën e një generali turk që nga viti i kaluar, gjë që ka arritur ndikimin e Ankaras në rajon. Erdogan thekson se Turqia ka një interes të posaçëm për stabilitetin në Ballkan dhe se ky është një qëllim i përbashkët me NATO-n. Ndërkohë, edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, holandezi Mark Rutte, në një deklaratë të veçantë gjatë samitit në Hag theksoi rëndësinë strategjike të rajonit të Ballkanit Perëndimor për stabilitetin e Europës. Ai konfirmoi se NATO është duke ndjekur nga afër zhvillimet në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është shumë i rëndësishëm për ruajtjen e sigurisë rajonale. KFOR-i është aktivisht i pranishëm në Kosovë, ndërsa EUFOR mbetet në Bosnjë për të ruajtur rendin dhe qetësinë, tha Rutte. Ai po ashtu tregoi se ka pasur vizita të fundit në të dyja vendet dhe ka zhvilluar bisedime të gjera me liderët lokal për të garantuar një qasje të bashkërenduar mes aleatëve të NATO-s dhe BE-s. Rutte shtoi se NATO nuk do të kufizohet vetëm në deklarata formale apo qëndrime simbolike, por do të fokusohet në veprime konkrete për të parandaluar çdo përshkallëzim të mundshëm të tensioneve. Nuk kemi nevojë për deklarata të gjata që i ngjajnë tregimeve biblike nga lindja e Jezusit e deri më sot. Duhet të veprojmë me efikasitet, shtoi ai me një ton kritik ndaj qasjes tradicionale diplomatike. Në të njëjtin samit, presidenti i SBA-ve Donald Trump u shpreh se administrata e tij ka ndërhyrë kohët e fundit për të parandaluar një përshkallëzim të rrezikshëm mes Kosovës dhe Serbisë. Ai e paraqiti këtë si një arritje personale dhe të stafit të tij diplomatik. E ndalëm Serbinë që ishte gati të vepronte, tha Trump në një konferencë për media të mërkurën në përfundim të samitit të NATO-s, teksa listonte numrin e konflikteve që kishte ndaluar në javët e fundit. Ai lavdëroi veten dhe administratën e tij për punën e mirë që kanë bërë në javët e fundit për të siguruar paqe në botë. Putin më telefonoi dhe më tha: "A mund të ndihmoj me Iranin?" Unë i thash: "Jo, mund të më ndihmosh me Rusinë, sepse në javët e fundit zgjidhëm çështjen e Indisë dhe Pakistanit, të Kosovës dhe Serbisë. Mendoj të premten do të vinë Kongo dhe Ruanda, një luftë e tmerrshme atje, ku priteshin kokat gjithandej në Afrikë", tha Trump. Presidenti amerikan nuk dha detaje të tjera lidhur me atë që po ndodhte mes Kosovës e Serbisë, por disa ditë më parë, vetë ai ishte shprehur se paraardhësi i tij Joe Biden e ka dëmtuar perspektivën afatgjat mes të dyja vendeve me disa vendime, të cilat ai quajti shumë të marra, por paralajmëroi se do ta rregullonte këtë punë. Trump tha mëtej se në mandatin e tij të parë ai ndali luftën mes Kosovës dhe Serbisë pasi sipas tij situata mes dy vendeve ishte përshkallëzuar me intensitet të lartë. Gjatë mandatit tim të parë, Serbia dhe Kosova ishin duke u përshkallëzuar situatën me intensitet, siç kanë bërë për shumë dekada dhe ky konflikt i vjetër ishte gati të shpërthente në luftë, shkroi Trump. Unë ndala, Biden e ka dëmtuar perspektivën afatgjat me disa vendime shumë të marra, por unë do ta rregulloj përsëri, tha ai më tutje.